Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak situatën të eskaluar brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Ju e dini shumë bukur që debati mes Rogertit, Kristit edhe Gimbos ka eskaluar në personale. Në fakt publiku është ndarë në dy pjesë. Fansat e Rogertit kërkojnë zarfin e zi për Kristin, fansat e Kristit kërkojnë zarfin e zi për Rogertin, ka patur ndërhyrje edhe për Gimbon, ofendimet që janë dhënë kundër drejt tij. Fatkeqësisht, banorët që nga Rogerti deri tek Kristi, deri tek Gimbo, që në fakt mu duken shumë të zgjuar, mu duken shumë lojtar, nuk e kuptuan mesazhin që Luizelli la në fund për ato. Luizelli la një mesazh, Luizelli ju tregoi që loja duhet bërë me shumë dashuri, loja duhet bërë me shumë pozitivitet dhe loja duhet bërë me energji të mirë. Jo të krijoni urrejtje, jo të krijoni mlef, jo të krijoni inat pranë njëri tjetrit. Tani nuk e di unë se sa kanë fuqinë banorët brenda shtëpisë ta durojnë Rogertin, sepse Rogerti e ka potencuar edhe me opinionistët, por edhe me banorët brenda në shtëpi, që unë kam përzgjedhur që të jem një banor negativ, të jem një banor që të përdor një gjuhë të tmerrshme, të përdor një gjuhë të urrejtjes, të përdor një gjuhë të mllefit edhe të inatit. Këtë në fakt e ka përzgjedhur Rogerti, dhe Rogerti nuk ndryshon në asnjë mënyrë në karakterin e tij. Domethënë preferon që të jetë ky njeriu, që jashtë pa marrë parasysh si të kuptohet, ai thotë që unë kam ardhur në këtë formë edhe do qëndroj në këtë formë brenda në shtëpi. Kristi me patjetër që ka përdorur një gjuhë e cila nuk duhet duar trokitur, nuk duhet mbështetur, por Rogerti ka goditur edhe te Gimbo, duke e quajtur edhe djalë shkërdhat, në fakt një deklaratë që tashmë është bërë publike gjithandej. Unë mendoj, ky është mendimi im, që Rogerti është duke përdorur një mekanizëm për t'i provokuar të gjithë banorët, për t'i ofenduar të gjithë banorët dhe për t'i nxjerrë banorët nga vetja, që ato të bëjnë gabimin dhe ai të nxjerrë nga shtëpia e Big Brotherit një nga një me zarf të zi. Unë në fakt dyshoj që Rogerti e ka këtë natyrë. Pse do thoni ju? Sepse në momentin që ai është vetëm, ose në momentin që ai bën muhabet njerëzor, me thënë jashta lojës, jashta përditshmërisë, jashta gjërave të shtëpisë, Rogerti tregon një karakter krejtësisht ndryshe. Tani pyetja që po drejtoj, po adresoj tek ju është kjo. A mendoni që Gimbo në këtë rast do të mund ta përballoj Rogertin apo Kristi dhe nuk të duan që të dalin nga shtëpia, sepse unë kam parë që Rogerti është një banor i cili nuk i intereson asnjë gjë, nuk pyeten për asnjë gjë. Ai thjesht dëshiron të bën lojë dhe është në gjendje që të rikthejë ato që ai ka humbur në jetë, domethënë është në gjendje që të shkatërrojë gjithçka.